Burra, doj me rasti trup. Se di, qerem, që në dhe shrinja dorën njëni tjetërit. Nuk bëhen të punë me zërë, o Sadri? Besa jo me zërë si di. Po, kjo punë bëhet ta mund që ka hije dy burrave që jeti edhe qërimi. Pro na si pleqnor, që na keni besu dhe ju me na lënë dorë me dokil pleqni, du me morë një borë mi veti. Me gjithë, kush e ka vra gjallin e Sejdis? Në kufë që del, që na i moshkull i qërimit e ka vra gjallin tënë, qërimi ka mu dënu si pas zakonit. Pra, ka me ju djekë shpia, ka mu leqit pikatonit, edhe ka me ju kënu ka nga morës për kret jetën. Pra në kufë që del në i dore ligë, që ka morë pore, për me jasmu edhe ma shumë këtë dy familje, a ka me morë dënimin për tratar. E dije çfarë dënimi është për tratar. Në kofë se nuk gjinë të hesh, Ka mu gjinë kësë me cejdi. Ka mu gjinë. Na për i lypim vade 6 muj deri 1 vjetë. E kësmet mrena qësaj kohë kena me gjithë. A je i knasun cejdi. s'po di qa më thonë bre, Mehmet. Le fjallët, po që në është i në durën njën i tjetërit, se s'kini moshkull as ju as na me hupë. Bëdhe ki na hasmin që për në pinë gjakun për ditë. Lypi dërzant. Që besa mërë Sadri, unë dërzon ma të mirë nuk lypi se ty edhe Mehmeti. E ti qerem? As na dorëzan tjerë nuk dojna përveç juve dyve. Që në proburra? Jem në durën së i shujtë. Kush i faqe bardhë, e po që misi e vlasni lak tonë jetën.